Si ta dallosh një binjak me kilometra larg? Jemi zyrtarisht në sezonin e binjakëve dhe siç e do tradita, vëmendja më e madhe përqendrohet tek ta deri në 21 qershor. Çfarë dallon shenjën e pavendosur të binjakëve fizikisht nga të tjerat? Fytyra. Syt nuk janë të mëdhenj, por janë të ndritshëm dhe mund të jenë blu, gri, të kaltër ose në ngjyrë kafe. Shprehja e fytyrës është plot dritë dhe jetë, por gati për të ndryshuar nga momenti në moment. Ata janë nervoz dhe kjo duket sidomos në sytë e tyre të mprehtë. Buzët janë të plota dhe kur flasin, u lëviz gjithë fytyra. Lëkura ka ngjyrë të zbetë, por mund të nxjihet nga dielli lehtësisht. Trupi. Shtati i tyre është mesatar, por mund të gjesh edhe persona të shkurtër. Supet janë zakonisht jo shumë të gjera. Trupi i njerëzve të shenjës së binjakëve bën lëvizje të shpejta dhe atletik. Energjia e tyre është dinamike dhe e gjallë. Burrat binjak. Kryesisht ata janë të gjatë dhe të hollë, me krah dhe këmbë të gjata. Gratë binjak. Gratë e kësaj shenje kanë trupa elegant, kanë fytyrë që shpreh ndjesitë, buzë të plota dhe mishtore. Veçori të tjera. Mërkuri, planeti që e udhëheq këtë shenjë, u jep binjakëve një mendje të mprehtë dhe talent në të shkruar e në të folur. Ata flasin shumë shpejt. Mund të bëjnë lëvizje në radhës kur ju nuk e prisni fare. Këta persona janë disi të praptë në mënyrën se si sillen. Kur arrin të konfuzojnë të tjerët, ata çuditërisht marrin kënaqësi. Binjakët zakonisht janë ankthios dhe ndonjëherë nevrik. Prandaj janë të prirur që t'i shtyjnë gjërat që kanë për të bërë për më vonë. Ata mërziten shumë shpejt me gjërat dhe kjo i bën të ndihen të lodhur dhe të përtojnë që ta mbarojnë atë që kanë marrë përsipër. Binjakët janë të prirur që të harxojnë me shumicë energjinë e tyre, duke qenë se merren me shumë gjëra në të njëjtën kohë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.